Përshëndetje Ermal, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Ç'mund të thuash diçka për karrierën shkurtimisht? Unë jam shkolluar për gazetari në Tiranë fillimisht dhe pastaj më vonë në Paris për shkenca politike. Kam bërë gjithë ciklin e studimeve, bachelor, master, doktoratur, edhe një udhëtim postdoktoral në London School of Economics në Londër. Profesioni im kryesor të shqetësoj kohë ka qenë ai i pedagogut, por ndërkohë jam marrë me gjëra të tjera kur jam kthyer nga Parisi pas nga studimet. Përveç se punës si pedagog, kam qenë edhe kam krijuar një radio time në Prishtinë, Radio Plus. Jam afruar pak me mjedisin e gazetarisë prapë, si thua, për shkak edhe studimeve të mëparshme. Kam punuar konsulent për organizata ndërkombëtare si UNDP-a, në fushën e administratës publike, pushtetit lokal, kthehem në Tiranë pastaj me ftesë të Partisë Demokratike të Komiteti i Orientimit Politikave, bëhem këshilltar i kryeministrit, pastaj bashkëthemelues i Universitetit Evropian, dhe në fund edhe bashkëthemelues pastaj shkollës Ernest Koliçi, ku jam edhe aktualisht. Për që kjo është pak a shumë ajo karriera, themi, nga pikpamja profesionale. Por mal, për realitetin shqiptar sot, sipas këndvështrimit tuaj, çfarë mund thoni? Realiteti shqiptar reflekton pak a shumë problematikat e kulturës politike në Shqipëri. Kemi shqiptarët në përgjithësi janë popull perëndimor, por kanë disa karakteristika që janë pak më ndryshe nga pjesa tjetër e Europës. Pjesa perëndimore e Europës në Ballkanin kemi ngjashmëri plot. Është një lloj kulture që vlerëson në fakt fuqinë, pushtetin, jo domosdoshmërisht në të gjitha rastet, ose jo domosdoshmërisht nga i gjithë elektorati ka një vlerësim për vlerat, për parimet, dhe kjo pastaj shkakton probleme edhe në politikë, sepse kuptohet që politika përfaqëson ato çfarë kërkojnë njerëzit, dhe më është ofertë kërkesë. Ne bëjmë shopping politik edhe njerëz që thjesht kanë pushtet, kanë para, ose din t'i menaxhojnë këto, por jo domosdoshmërisht ata që janë më të mirë. Ky është realiteti politik sot për sot. Është pothuajse një luftë klasash, po ta thoja me terma marksist. Pra kemi një kategori njerëzish e cila jeton me taksat e të tjerëve, për shkak sepse i shërben një qeverie, ndërkohë që pjesa tjetër e shoqërisë pastaj që e vuan këtë gjë, punon, paguan taksa, nga të cilat praktikisht nuk merr brapsh pothuajse asgjë. Po, zgjidhja teorike që mendoni ju për zhvillimin e vendit